Socialistët dhe demokratët kanë arritur kompromisin e parë në Komisionin e Reformës Zgjedhore duke hartuar projekt ligjin për financimin e partive politike. Deri më tani Shqipëria nuk ka pasur një ligj specifik për financimin e partive, dhe hartimi i tij është kërkesë e veçantë e Bashkimit Evropian si kusht për procesin e negociatave. Drafti rregullon vetëm financat e partive jashtë fushatave elektorale dhe vendos rregulla për transparencën e financimit. E Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sërish mbetet institucioni që kontrollon shpenzimet e forcave politike. Ligji së pari detyron partitë të kenë llogari bankare dhe sanksionon se çdo dhurim mbi 50.000 lekë duhet të bëhet nëpërmjet bankave. Të ardhurat dhe shpenzimet financiare të lejuara sipas dispozitave të këtij ligji, përveç kuotave të anëtarësisë, realizohen nëpërmjet transaksioneve bankare. Të ardhurat nga kuotat e anëtarësisë, të cilat realizohen në para cash, derdhen në llogarinë bankare të partisë politike, jo më vonë se 5 ditë nga dita e pranimit të tyre. Çdo dhurim në të holla me vlerë mbi 50.000 lekë duhet të bëhet vetëm nëpërmjet sistemit bankar. Ligji detyron partitë të bëjnë transparente shpenzimet edhe në faqen e tyre në internet, jo vetëm në faqen e KQZ-s siç ka qenë deri më tani. Çdo parti politike që përfaqësohet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë ka këto detyrime: A. Të publikojë në faqen zyrtare të saj në internet brenda muajit dhjetor të çdo viti të gjitha shpenzimet. B. Të bëjë publike në faqen zyrtare të saj brenda muajit dhjetor të çdo viti listën e dhuruesve. Formula e shpërndarjes së parave nga buxheti i shtetit për partitë politike nuk ndryshon, por është vendosur për herë të parë elementi i indeksimit për inflacionin. Këshilli i Ministrave indekson çdo 2 vjet shumën e fondit publik. Niveli i indeksimit nuk kalon 1% mbi nivelin e tregtuar të inflacionit nga Banka e Shqipërisë. Në këtë ligj vendosen gjithashtu edhe rregulla të forta për ata që ndalohen të dhurojnë para partive politike si subjektet e huaja, personat anonim, shoqëritë me kapital shtetëror, entet publike, shoqëritë me koncensione, OJF-t, subjektet debitore dhe personat e dënuar për krime të caktuara.